Në skenën e teatrit Migjenit u shfaq monodrama Ëndra e Nën Terezës, Njerëzoria hynore, një rrëfim i thellë artistik dhe shpirtëror kushtuar figurës së Nën Terezës. Nën interpretimin e artistes së mirënjohur, Justina Aliaj, publiku u përfshi në një udhëtim emocional mbi jetën, sakrificën dhe dashurinë universale të shenjtores shqiptare. Ajo lutet për Zotin e për smurët, po me njerëzit ka marrëdhënie njerëzore si gjithë ne, ashtu siç ka të përpjeta të pjeta, me intriga, me shpifi, me bukuri, me mirësi, me takime që ka produktivitet. Duhet parë në këtë kompleks Nën Tereza dhe duhet me pas sidomos për mu, ishte pikë nevralgjike, që ajo e kishte të vërtet thirrjen e brendshme. Aktoria ndan gjithashtu një moment personal, duke rrëfyer për takimin e saj në jetë me Nën Terezën. Po, kam pas fatin me taku, edhe më vjen keq që i kam bërë të tjerëve fotografi me Nën Terezën, e ajo më kishte mu si negociuse, domethënë në sekond që doshin me bë fotografi, them Nën Tereza kanë dëshirë me bë fotografi me ju. Edhe unë t'y bë fotografi aty edhe ato e kanë atë kujtim, mos më ka me. Shfaqja u prit me interes nga publiku shkodran, teksa fjala dhe muzika u bashkuan për të përcjellë një mesazh të fortë, human dhe frymëzues.